Po, në fotografin tjetër është një moment shumë i thjesht, është njëna për pushimeve tona jam me burin, me personin i cili kurone nuk besoja të vetja, i besonte. Te personi i cili më ka ndihmu me ardhë ku jam unë sot, edhe është njëni prej, nuk kom taku asnjëherë në jetën time, një person ka që durushëm edhe ka që të arsyshëm. Nëse mujë me thonë, për shembull, nëse ekziston fjalla perfekte në tokë, kisha mujtë me i thonë këti, është djali mrekullueshëm, është babi mrekullueshëm, është vllai mrekullueshëm, është burri mrekullueshëm. Ai ka qenë personi i cili më ka ndihmuar dhe më ka udhëhequr gjatë gjithë kohës kur unë kum pas nevojë, edhe kur unë kërkoja në zhvillimet e mia të avancohem. Kum pas momente të vështira, kur kam qenë ato dilemat e mia, të vazhdojmë atutja të nalna, ka qenë këtë që gjithmonë ma ka qenë rrugën, edhe gjithmonë më ka thonë që më kam rapa. Edhe kur unë e kum di që nëse të shtoj kam u pështet, o shko një shtys shumë e madhe. Kum pas shumë situata të vështira, të cilat ka qenë krahu jam, kum pas shumë situata ku kena rrugtu bashk, dhe thot, kur kemi fillu nuk kam qenë kja që jam. Jam kohë një vajzë e thjesht, kam qenë shumë e re, jam kohë një vajzë që hala nuk e di ke shka dëmë për jetës, po gradualisht kena hecë bashkë për dore, edhe kum ri këtu ku jam, kështu që shumë shpesh ja thamë, po pja thamë dhe sonte që jam shumë falenderuse, që ka qenë me mu gjatë gjithë këti rrugtimi edhe ka besu shumë të une. Faleminderit shumë dhe është nga ato momentet kur unë s'kam pyetje. Se s'di qa me të pytë ma shumë. Faleminderit shumë që ndave me ne këtë histori. Fotografia e radhës, çfarë flet kjo? Kjo fotografi flet shumë, flet për pjesën ma të bukur, pëqyri ma të bukur së është e fundit, edhe më kanë ndihmu shumë në zhvillimin tim profesional. Koha kërë unë përfundova punën të pema dhe fillova në shkollë, gjatë gjitha asaj dinamike të punës, e shihja të vetja se kam nevojë për një ndryshim në qasjen time të punës. Edhe kërkoja në internet në vazhdimsi për zhvillimet e mia profesionale, edhe rastisa në BWRT. Kur shifja për BWRT në internet, nuk është që ishte terapi e thjesht, nuk është që ishte terapi e lehtë, kishte koston e vetë, mandej lëvizja deri në Angli nuk ishte e lehtë për mu, se kisha punën, e kisha familjen, edhe ke koha kër e parë se terapia ofrohej në Tiranë. Apo më tregon tash çka është kjo terapi? BWRT, apo Brain Working Recursive Therapy. Çfarë është, ma shpjego me fjalë të thjeshta për audiencën që ta kuptojmë? BWRT është një terapi neuroshkencore që bën ndërhyrje direkte të zona jona automatike e trurit.